A është mbulesa obligim, vajib, gjithsesi, dhe nuk ka asnjë pikë dyshimi. Krejt musliman, me ulema, me njerëz thjesht, me gra, me burra, me dietar, nga pejgamberi alayhis salatu selam, dhe radhazi, gjenerat pas gjenerate, që të gjithë janë konsensus. Asnjë musliman në këtë dynja që beson Zotin hak, ditën e gjykimit hak, dyshan se mbulesa nuk është vajib, obligim. Prej fillimit të dynjas, gratë kanë qenë të mbuluara o ju njerëz, dhe mbulesa është të konsideruar pjesë e identitetit të femrës gjithmonë, dhe mbulesa ka vazhduar të jetë pjesë e shoqërive anëkën botës deri në gjysmën e dytë të shekullit 20 respektivisht pas luftës së dytë botërore. Po, kanë filluar në fund të shekullit 19, pjesërisht fillim të shekullit 20, ama më të madhe pas luftës së dytë botërore ka vazhduar të luftohet në mbulesa gjithandej në botë për të i bërë femrat objekt të shfryrës së jepshme. Kaq. Në emën të një lirije kinse. Thuase, lirija e femrës pas ka mbet vetëm në shami, në mbulesë apo pa mbulesë. Andaj mbulesa është farz për farzeve, për fundamenteve të shariatit islam, dhe kema ajete kuranore, me hadithe, me konsensuse, me analogji dhe sa dush argumente tjera.